Ja dhe vendet që zakonisht nuk I shikojnë turistët. Jemi në Vat Chalong, I cili është bërë rreth 1800-s, se në 1800 këta dy murgjit këtu është bërë për nder të këtyre. Këta dy murgjit kryesor ndihmuan në një kryengritje që kishte Phuketi, sepse Tajlanda është I vetmi vend që nuk është zaptuar nga europianët apo nga amerikanët në këtë rast. Edhe këta I mbajtën njerëzit të qetë, të inspiruar, edhe I ndihmuan qoftë për shëndetin, qoftë për edukimin. Edhe kjo po, lutem po falem. Se është e moment privat, nuk bën mirë ta. Është Mre Teresa, ka ardhur ajo këtu.